ka njëre do shpive, do akuza që na bëjnë si musliman. Nuk bën shumë seriozisht me i marrë atën. E të një hyjë gjimë që jo si jem na bre, jem na atën. Sa i nëse ka manipulem, ka bën një reagim caktuar. Po jo me u djeg komplet nga për me i bind se helbet mos pëmëneta për me që na qështu jem ata. Jo, ata e din që si me qështu. E din shumë mirë. Për shembull, ata që e kanë prodhu akuzën e terrorizmit ndaj muslimanëve, bëni të bindë se vetë e din se muslimanë sënë që ashtu për. E din, sot musliman, Islami është 1400 vjetë, Islami ka histori, ka gjurëm, ka kulturë, ka civilizim, ka dëshmi, kur ka ime një vene, kur ka shku dikune që ka ndodhe, ka jetën këtu, edhe kur ka shku tjertë me koloni që ka mbohe, që shka mbohe, djetë ku t'i benise dhuna, e ku t'i benise terrori, të njëra në këtu, që në të mësefuna, jënë dëshmi të shuara, libra, të pranuara në konferenca, sa t'i qka kjo pa njëra, ta shti të tjilë që është pasha zotë si jemna, vëllaj na nuk jemna, jo, nëse ka manipulim, ka pa qarësi, jep qarësi me tua, po mos u shkri farte mu derzë këtë punë, të mënu që ka me të besu dikush ty se farte sinqert je. Po, sa problemi te i sinqert, problemi është, aj që po gjunë me këtë akuzë, aj është i sinqert, që atë jo problemi.